Shoferi 76 vjeç ka humbur kontrollin e kamionit dhe ka frenuar në moment të fundit. Pas shkëputjes së pankinave ka goditur makinën e tipit BMW, ku kanë qenë 4 persona. Mbrëm në ora 23 në qarkorën e Shkupit në një aksident fatal humbën jetën 4 persona. Ata humbën jetën në vend ngjarje derisa makina u dosh plotësisht. Viktimat janë 51 vjeçari Riste Velkov, bariton në operën dhe baletin e Maqedonisë, djali i tij 20 vjeç me inicialet AB dhe 2 shokët e këtij të fundit. Shoferi në moshë të shtyer me inicialet BB, i cili drejtonte kamionin me targa të Kosovës, mori para vetës veturën e cila fatkeqësisht u gjend në momentin e tragjedisë dhe të aksidentuarit u dogjën nga flaka që mori 2 automjetet. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, makina ishte me plin gas apo që u godit kamioni në pjesën e rezervuarit të karburantit. Nga policia thonë se shoferi po mbahet në procedim të rastit, ndërsa me urdhër të prokurorit publik 4 trupat e pajetë u dërguan për autopsi. Od sudarot nastanal požar во двете возила, од кои патничкото возило и кабината на влекачот целосно изгореле. Пожарот бил изгаснат од екипа на бригадата за противпожарна заштита Скопје. Исто така по наредба на јавен обвинител, возачот ББ е лишен од слобода и задржан во полициска станица. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Gjatë inspektimit përkatësisht në periudhën nga ora 23 deri në ora 5 të mëngjesit të sotëm, trafiku është devijuar në rrugën Tetov-Velez në kryqëzimin e rrugës së Prishtinës drejt fshatit Vizbek dhe në rrugën Velez-Tetov në kryqëzimin e rrugës Mirkovce. Në ora 5 trafiku është normalizuar, por kamioni vazhdon të mbetet krah autostradës dhe qarkullimi lejohet vetëm në një korsi drejt Shkupit.